shikojnë proceset gjyqësore. Atje dalin provat. E qartë. Nuk ka mendja që Saliu të ketë rënë në disgracje të tillë, siç thonë këta, nga ana e intelektit në funksion të një krimi vazhdues. Nuk e besoj me kjo, do shikojmë si do dalin në hetim. Duke avokat, duhet të kthejmë përsëri tek zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Dalemi pak tek majoranca. Zoti Rama ka zgjedhur që përveç se bën inaugurime, bën inspektime, prezantime kandidatësh, bën shumë meme me kandidatët e opozitës dhe me vetë kreun e saj zotin Berisha, krahason me buf, publikon video dhe bën debate, replika me muzikë rap me zotin Lulzim Basha. Si e shikon strategjinë e zotit Rama përballë opozitës? Është fshatareske. Këto i bëjnë provincat me intelekt dobët, që kërkojnë hakmarrje nëpërmjet fjalëve, thyrjeve, sharjeve, po kur një kryetar shteti. E kuptoni se ka keni parë kryetar shteti? Si mund t'i thua është i buf kënete kundërshtari politik? Këtë kush doj. Se kam dëgjuar ndonjëherë këta në qytetërim. Këta janë. Prandaj ranë ato që ju thash përpara. Krim vazhdues. Ose goditje këtej, goditje andej. Megjithatë do shikojmë proceset gjyqësore. Por në mënyra se si flet, kuptohet që psikika nuk është asakt, nuk është e rregullt. Kaq mund të themi. Avokat, dhe një pyetje të fundit kam, më intereson shumë analiza juaj. Çfarë do thot për Shqipërinë, për një vend ballkanik që ka kaluar shumë peripeci gjithë këto vite, por edhe vitet e kaluara, që të ketë një kryeministër, duke u ndalur tek exit pollet gjithmonë, që pritet të fitojë mandatin e 4. Diçka e padëgjuar në Ballkanin Perëndimor. Po nuk është problemi atje. Është problemi s'ka opozit. Nuk ka ai ndër. Ai shfrytëzon që s'ka opozit, po që s'ka opozit nuk e ka bërë Rama. Rama e shfrytëzon. Se ka Saliun përballë. Saliu non grata në Amerikë për korrupsion, zotri. E kuptoni ku është? Pse ku është non grata në Afrikë, që edhe mund gënjej, ai është non grata për korrupsion. Edhe për veprimtari anti-amerikane. Unë i kam të thëna në portugeze dhe prandaj nuk mund ta flas, por nëse do janë vërtet ato që më kanë thënë këta kompetentët që kanë takuar, janë shumë të rënda. Me kjo do të shikojmë. Proces penal është mbrojtje dhe tentim drejt së vërtetës. Nga ndonjëherë akuza, jo ndonjëherë, por shpesh akuza gabohet me të vërtetën. Ne nuk e dim, do shikojmë gjyqin. Po që është në akuzë, është në akuzë dhe nuk është gjë e lehtë. Do thoni ju nga ta, më falni, ku ta kapim që s'është gjë e lehtë? Lexoni proces në Kafkës. E keni shkip. Ai është i gjithi. Genialiteti ti e kapi çdo të thotë në akuzë. Këta janë në akuzë dhe prandaj kanë deviacione për të cilat kultura e lartë perëndimore i fal. Sepse e ka psikika e njeriu të akuzuar. Por kur kanë avokat fuqishëm që din t'i frenojnë, nuk e bëjnë. Kjo është. Avokat, kam një pyetje të fundit, dalim pak nga konteksti shqiptar, shkojmë në kontekstin rajonal. Një marrëveshje e rëndësishme mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës për sigurinë ka shkaktuar shumë reagime në Beograd. Çfarë do thotë kjo? Po erdhën te Teuta e madhe e Ilirisë. Është Iliria kjo bashkim, ta dini. Ajo është Iliria që na i kanë coptuar. Është pjesa e më shumë se gjysma e Ilirisë. Gati ndoshta 60%.
Dhe të shikojmë, ata e pranojnë, jo në zotri, po e ke parti që ka një marrëveshje, një marrëdhënie shumë të mirë midis kroatëve dhe shqiptarëve? Nga ka dalë? E di çfarë janë kroatët? Ish katolik shqiptar, por që kanë humbur gjuhën. Diskutar. E dinë edhe ata vetë, një racë. Po kanë humbur gjuhën. Kurse katolikët ta nuk e humbën. Tu i ke. Historikisht. Vlerë të madhe heroike. Po ata kanë kaluar që këto e në gjithë Ballkanin ashtu kanë qenë. Katolicizmi. Tani vim të realiteti. Të shikojmë se